Gjykata e posaçme rihap nga e para procesin ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj pas ndarjes së dosjes për shkak se për disa të panderur u pranuar kërkesa për gjykim të shkurtuar. Në nisjen e seancës, trupa gjykuese rrëzoi kërkesën për transmetim larg të procesit gjyqësor. Për shkak se në seancë mungonin pjesa më e madhe të panderurve, mes tyre dhe vetë Veliaj dhe shokja e tij Ajola Xoxa, si dhe disa prej avokatëve, gjykata ishte në fatutësi për të vijuar gjykimin, por me kërkesën e SPAK pezulloi afatet e paraburgimit për kryebashkiakun. Avokati Plarin Dreksa e kundërshtoi vendimin duke arsyetuar se përderisa Veliaj nuk për shkak për shtyrjen e seancës, afatet s'mund të pezulloheshin. Lidhur me vendimin e kushtetuesit që ja pasoi tokin gjykatës së lartë për masën e sigurisë për Veliaj, avokati i tij deklaroi: Nuk e komentoj dot sepse kam ndjenjë informacion që keni ju, do pres të arsyetohet vendimin. Kur të arsyetohet vendimi, atëherë kam një panoramë më qartë. Edhe një herë, duhet të jemi rezervuar për shkak të faktit se nuk e kam arsyetimin dhe nëse unë bëj deklarata nxitura pa pasur arsyetimin, mendoj që nuk i shërben çështjes. Për bashkiaku i Tiranës Erion Veliaj është i panderur për 13 vepra penale si korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie apo shpërdorim detyre. Ai akuzohet për një skem kompleks të korrupsioni e pastrimi parash bashkë me bashkëshorten e tij Ajola Xoxa.